Në ambasadën e Shqipërisë në Prishtinë do të jetë i hapur libri i ngushëllimeve për ish kryeministrin Fatos Nano, i cili vdiq me 31 tetor në moshën 73 vjeçare. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, tha se Nano përbënte një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar në periudhën e tranzicionit të politik në Shqipërinë, raporton Kosova Press. Fatos Nano, unë mendoj se përpënde një prej dhe është, do të thoja, një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar të periudhës së tranzicionit politik në Shqipëri, një figurë e rëndësishme, do të thoja me zë dhe figurë që transmetonte ide që moderoi të majtën shqiptare në Shqipëri dhe për këtë ka lënë një gjurmë të cilën besoj që të gjithë shqiptarët e kanë vërejtur. Si bashkëpunëtor i tij, Malaj deklaroi se me vdekjen e ish kryeministrit shqiptar Fatos Nano, politika shqiptare ka humbur një politikan të zotin. Mendoj që politika shqiptare ka humbur një politikan të zotin, një politikan liberal në frym, i cili në momentet caktuara ka ditur të veprojë dhe ka ditur të marrë vendime të rëndësishme. Ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano u varros në Tiranë në një ceremoni private në varrezat e kryeqytetit shqiptar, ndërsa para se të varrosej u ndërua të dielën me një ceremoni shtetërore.